Babai i Hashim Thaçit ndërroi jetë para pak ditësh. Baci Haxhiu varros në varrezat e fshatit Buroj të Skënderajt. Varrimi i tij u përcoll nga mira njerëz dhe u bë më i dhimbshëm për faktin se i biri i tij, Hashimi, ish presidenti i Republikës, nuk u lejua të marrë pjesë në ceremoni nga gjykata speciale, atje ku po mbahen në paraburgim në akuzat për keq trajtim, burgosit e shqiptarëve dhe të tjerëve. Pavarësisht se në varrimin e tij kishte shumë qytetarë dhe delegacione nga Shqipëria e Maqedonia e Veriut, si dhe këshilltar të presidentes, aty mungoi familja Jashari. Askush nga kjo familje nuk u pa në varrim dhe në organizime të tjera për vdekjen e Haxhi Thaçit. Mungesa e tyre nuk është rastësi, kakoj që raportet e familjes legjendare me ish presidentin Thaçi janë ndërprerë dhe duket se as vdekja nuk i bashkoi. Ajo që duket si mosmarrveshje po del të jetë më shumë se kaq. Para pak kohësh Bekim Jashari ka sqaruar arsyen, e cila duket se lidhet me faktin se pse nuk flasin ish presidenti Hashim Thaçi me të birin e komandantit legjendar Lulzim Jashari. Sipas Bekimit, sa i përket prishjes me Hashim Thaçin, s'ka të bëj as pak rreth paras, asnjëherë në kohën kur është menaxhuar kompleksi nga Ministria e Ambientit. Luli ka thënë troç, nuk më intereson kush i merr tenderat, por në momentin që unë dëgjoj që lyp 10%, haraq firmave edhe në këtë vend, mbi gjakun e atyre harrojnë që ka mishkel këmba në prekaz. Duket se pas këtij takimi janë prishur raportet, që ishte vetëm ajo që tregohet pasi sipas Bekimit, të tjera gjëra nuk janë për publikun, por ka të bëjnë me çështjen gjatë luftës e me një herë pas luftës. Kishte sqaruar më tutje djali i heroit Hamzi Jashari. Kjo gjë shpjegon më së miri ndasitë mes familjes Jashari dhe Hashim Thaçit, ku përpasoj nuk i bashkon më as vdekja. Duket se Thaçi ka bërë veprime të shëmtuara gjatë edhe pas luftës e që nuk janë në interes të vendit dhe luftës çlirimtare. Sigurisht se ka edhe shumë gjëra që opinioni publik nuk i di. Fakti se familja Jashari nuk mori pjesë në varrim shpërfaq më së miri gabimet e mëdha që Hashim Thaçi ka bërë ndaj familjes legjendare.